Noel, ti je vetëm 15 vjeç apo jo? 15 vjeç, po. Dhe ke një eksperiencë shumë të gjatë televizive dhe në ekran. Pra mendoj që ti Noel I përshtatesh shumë skenave. Është e vërtetë. Edhe televizionit, edhe skenave teatrale, se ne biseduam dhe pak më parë, gjithashtu kam parë edhe pak ato video që ti hedh dhe poston, edhe projekte që ti angazhohesh në rrjetet e tua sociale. Do më thuash pak se si ka nisur rrugtimi jot? E vërtet që shumë njerëz habiten kur ndëgjojnë një citim të tillë që ti e bën edhe tesh, po është e vërtet sepse Noeli këtë anër e ka nis që 4-5 vjeç diçka, kur kishte vetëm një tablet për kamerë edhe kishte një kufje këtu në vesh që kishte operator, regjisor, kameraman, i kishte gjithë të kufja, edhe emitonte ato personazhet apo ato emisione që shifte në televizor. Kam qenë vetëm 4-5 vjeç kur unë tana këto që shihen në televizor, I hedhja tek ai tableti jam I vogël edhe bësha emisionin tem. Më pas diktunën printe mi këtë talentin, këtë pasionin e madh që unë kam për emisionet, për artin, për skenat televizive apo dhe teatrale, siç e the edhe ti. U shputa një vit nga Shqipëria për me shku në Francë, gjë që nuk e ndaloj absolutisht këtë talentin apo pasionin tem, por e forcoj edhe më shumë. Më pas u rikthyet prap apo jo? Po, u rikthyem prap. Unë them shpeshherë që çdo gjë është e shkruar. Çdo gjë është ndodhur për një arsye dhe Zoti deli që unë kthehem në Shqipëri dhe ta vazhdoj këtë pasionin tim me gjëra akoma dhe më të mëdha.